Që do të atohet? Për pagat që janë mbi 60.000 lek, sa do që tjetë paga, deri në 200.000, tatimi do jetë po 13%, po duke filluar nga paga 30.000 lek. Pra nga 30.000 deri në 150.000, 120.000 do të atohet 13%. Për pagat mbi 200.000, tatimi do jetë 23%. Pra, që se ke pagën 250.000, 50.000 do të atohet 23%. Këtu tani duhet kemi që kujdes për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Sigurimet shoqërore paguen për pagat nga deri në 186.416 lek. Dhe kjo është 9.5% nga personi që merë pagën, dhe 15% nga punëdhënësi. Punëmarrësi, punëdhënësi. Sigurimet shëndetësore paguen për çfarë do lloj page. Dhe paguen 1.7% nga personi që merë pagën, dhe 1.7% nga personi që jep pagën. Punëdhënësi dhe punëmarrësi.